që dua që e quajti Sejidul Istighfar, zotnia i duave të kërkimit falës për Allahu Teala, dhe transmeton Imam Buhariu në Sahihun e vet, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon kët, tha, dhe është i sinqert dhe i beson këtyre fjalëve që po i lexon, me sinqeritet të plot, lidhet me Zotin e vet dhe kërkon këtë falë prej Zotit të tij, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse atë nat vdes, atëherë fahua min ahlil gjenneh, kjo gjennet li. Po kur qohësh edhe e lexon këtë dua ditën, nëse vdes brenda asaj dite e ti e ke lexuar këtë dua, ty Allah e ka me të shtin gjennet. Cila o kjo dua, Allahzën dhe motra? Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin që na transmeton Shaddad ibn Aus, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Sejidul Istighfari an yaqul al-abdu, zotnia i istighfarit është me thon robi, Allahumma anta rabbi, zoti im, o Allah, ti je zoti im, la ilaha illa ant, nuk ka zot që meriton mu adhuru përveç teje, khalaqtani wa ana abduk, tim ke krijuar, unë jam robi i yt, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, dhe unë jam premtimin tim që të kom thonë, që ta kom dhonë ty sa kom mundësi. Çka është ahd? Ahd është ti mja dhonë Allahu Teala se ti ki me bo me qunë vend mesazhin e Zotit, me qunë vend mesazhin e Allahut azza وجل. ثوت الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران آية 187. Allah e mor premtimin për ehli kitabit, jahudive dhe krishterëve, që ju keni më u spjegu njerëzve urdhnat e Allahit dhe urdhnat e pejgamberëve tuaj, edhe s'keni më fsheh ato. Tani a di çka ndodh? Vjen të njëri do m'ja kallëzu dinin, m'ja kallëzu sunnetin, m'ja kallëzu bidatin, thot a diçka, mos i kallëzon një herë xhamati që të mesele. Fshihe, që kjo është me prish marrëveshje me Zotin tënd. Allah i ka lyp prej teje me u komuniku të tjerëve çdo urdhres të Allahut, jo me fsheh. As vetit tonë mos ia fsheh, as familjes tonë mos ia fsheh, as xhamatit tonë mos ia fsheh, as rrethit, as shoqënisë, as popullit tonë, as gjithë njerëzve. Çdo urdhë të Allahut komunikoje. Dhe tha Muhamedi alayhi sallam, bellighu anni walau aye, përcillni prej meje po qoftë edhe një ajet. Andaj i thu Allahu Teala, unë hala jam premtimin që ta kom dhon o Zot. Unë hala jam në rrugë tënde dhe jam ushtari yt o Allah, se kom prish punë inshallah me ty. A'udhu bika min sharri ma sanat. Kërkoj strehim të ti prej sharrit që jam të bo. Mruj o Zot për qëtune sharrave që jam të i bo. Se të ne njëri bën sharr, këshër haram, ngon haram, fol haram, punon haram, e vëgallëzat një vla, e kom kallëzu më nduket edhe ma herë, një vla i Prishtinës po më tregon, tha, di sot tha kur njët, tha fjale, stakfirullah, tha kur e bën, tha njëri, stakfirullah. Kur këshër haram, ku bëni sot njërin, që përdojt e stakfirullah, ai qaq të mësu që veç ku të këshyrin haram kanë thonë astaghfirullah, e njani të nëjtë ingratë të astaghfirullah wa tubu ilej, këj dyti ku të kujtu se ka pa dhe njanën të hecë, ka pa na i femen, ku se të ke pa të njerëz në manin, të ke të ndronë kanalët, e astaghfirullah, prish dhe njanën, se nalë televizorin ndronë kanal, nësa tin këtë dua i thu, o Zot, unë jam hala me ty, unë si prish, edhe mruj o Zot për këti sherrit, se jem ka bëj sherr, jem ka futëm Facebook, hina ty hin, këtu në aty këtu, jem ka in internet në të faqen, këtë faqe jem, s'po muj munal, këqyrat femen, këqy këtë femen, s'po muj munal ma shtrim të rekti time, s'po muj me arë në gjami, mruj o Zot për këti sherrit tem, se unë vetit jem ka i bëj sherr. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, unë i pranoj
gjunahet e mia, dhe që si jam të falenderu për nimetet që mi ke dhënë ti mu, faghfir li, Zot falem mu, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, se nuk i fal kush mëkatet përveç teje. Kush e thot kët, bi'idhnillahi taala është xhennet li, qoftë ditën apo natën. Po a lexoj pa spjegim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.